Kishte deklaruar se në bashkinë Shkodër ka korrupsion, por që nga ajo deklaratë ndryshimet e kryetarit së bashkisë Vultan Ademi brenda institucionit që drejton janë të pakta sepse pjesa më e madhe vijojnë të jenë në punë. E pyetur se pse nuk ka bërë ndryshime, kryebashkiakja tha se korrupsioni është sistem dhe se tashmë qytetarët ndalen tek zyrat me një ndalesë dhe jo në zyrat e kryetarit, nën kryetarëve apo drejtorëve. Korrupsioni është sistem. Dhe ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është sistemi. Nëse ne ndërtojmë sistemin, korrupsioni lëviz. Njerëzit në Shqipëri, thash edhe një herë, në sistemin e korrupsionit është pamundur të mund të funksionosh ndryshe. Prandaj ne po kërkojmë të ndërtojmë një sistem që funksionon pavarësisht njerëzve. Që do të thotë që kushdo që të jetë në pozicionin administrativ, ka detyrën specifike për të kryer atë proces pune dhe përballja ajo që po kërkojmë është që kontakti i njerëzve, i administratës publike me njerëzit të jenë zyrat me një ndalesë. Pa pasur nevojë që të shkojnë te drejtori përkatës, te nënkryetari apo te kryetari, kushdo qoftë drejtori, nënkryetari apo kryetari, dhe ideja është që zyrat e publikut të jenë zyra që presin pavarësisht çfarë do lloj relacioni që mund kërkohet të ndërtohet. Kjo tregohet edhe me fakte, teksa është rritur ndjeshëm numri i kërkesave tek zyrat me një ndalesë, por edhe përgjigjet që qytetarët kanë marrë. Kryebashkiakja pranon se është një sfidë e vështirë, por kjo mënyrë sipas saj redukton korrupsionin që mund të ketë qenë brenda bashkisë. Nëse ne do të shohim dhënat, edhe këto mund t'i bëjmë publike shpejt në një raport që ne po bëjmë për impaktin që ka pas zyra me një ndalesë në Velipoj, në Dajç edhe në Shkodër, për të treguar se sa ka qenë numri i kërkesave që më përpara i drejtoheshin drejtorëve përkatës dhe krahasimisht sa është ulur ky numër përkundrejt atyre që janë kthyer tek zyrat me një ndalesë dhe kanë gjetur përgjigjen nga zyrat me një ndalesë. Duke treguar këtë, ne çfarë kemi bërë? Kemi ndërtuar sistemin që ti të shkosh tek një zyrë, të kërkosh dhe të presësh përgjigjen. Nuk është perfekcion akoma, jemi në ndërtim sipër, por kjo do të reduktojë korrupsionin. Në të ardhmen synohet që shërbimi tek zyrat me një ndalesë të jetë edhe më i mirë, ndërsa Bashkia Shkodër ta zgjerojë këtë shërbim edhe në njësi të tjera ku mungon apo ka probleme.